Jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Ardian Drecën, profesor i filozofisë në Universitetin Urbaniana në Rom dhe antar i Akademisë së Shkencave. Profesor, të përshëndes. Përshëndetje. Profesor, pyetja e parë, dje protesta prodhoi një dokument, që nuk është një dokument i cili është dorëzuar, le të themi, në kuvend, por një dokument që kishte disa pika. A kemi lindjen e një lëvizje politike, apo jemi thjesht tek disa propozime të sheshit? Besoj se ishte pashmangshme që një protestë gjatë 3 javë dhe ka synime të mirëfillta që përfshin politikën shqiptare, edhe pse nisma ishte nga zvërnetja probleme mjedisore, do të prodhonte edhe një përmbajtje të tillë politike, që përfaqëson një njësi të përgjithshme të shqiptarëve, një pjesë të madhe të paktën shqiptarëve. Unë jam shumë i kënaqur pse ajo që pritej dhe ajo që kërkoi nga kjo lëvizje ishte diçka konkrete, jo vetëm të dalësh në bulevard, jo vetëm të protestosh në mënyrë paçore, por të kesh disa kërkesa të artikuluara në mënyrë të qartë, kërkesa të arsyeshme, kërkesa të cilat i përmend vetë momenti historik dhe koha në cilën ne po jetojmë. Profesor, duket që deri më tani kryeministri Edi Rama nuk është marrë në asnjë moment me kërkesat që vijnë nga sheshi. Edhe pse tani ato janë të përmbledhura në disa pika, por është marrë më tepër me sulmet ndaj protestës deri tek personi i cili i lexoi Dritan Goxhaj. Kryeministri Edi Rama, pse këtë zgjedhje? Nuk po reflekton se si mund të hyjë në një lloj bashkëbisedimi me protestuesit, me shqiptarët, me qytetarët, dhe pse vetëm merret duke e sulmuar këtë protestë? Fatkeqësisht kjo është një shenjë dobësisë kryeministrit Rama dhe më vjen keq se nuk e kapi që në fillim mundësinë për një dialog sinqert, edhe mundësinë që ai vetë menjëherë të bante hapa mrapa, por ka kamul me delegitimu protestën, e cila është një drejtë kushtetuese, ka kamul me fsheh atë nevojën që populli shqiptar ka për një dialog me politikën dhe për një ndryshim të radikal. Rama është bërë i papranueshëm, jo pse ka dështu. Rama është bërë i papranueshëm për shqiptarët dhe besoj edhe për Europën tashmë, për faktin se ka realizuar disa gjëra të cilat janë katastrofë në arsim, një katastrofë në shëndetësinë, sistemi shëndetësor, ka një korrupsion kapilar në gjithë sistemin, ka realizu dëbimin e rinisë shqiptare në 10 vitet e fundit, ka një politikë të jashtme e cila do të marrë mend vetëm kryesisht për Ballkanin e hapur, pse pjesa tjetër, hymja në Europë dhe procesi është inerci i një procesi të filluar shumë përpara tij. Ka një seri punësh botore, pra ndërtime ku merr pjesë shteti dhe privati, të cilat kanë shkatruar ambientin dhe kanë, siç është vure edhe në gjykatën kushtetuese kur është paraqitur ankesa për ligjin 21/2024, ka minu solidaritetin mes brezave, të shkatruar mjedisin dhe të shkatruar edhe besimin tek politika shqiptare.